Tërbuni është shpallur kampion i kampionatit kombëtar të boksit U19 të zhvilluar në Puk. Në përfundim të kampionatit, Tërbuni fitoi 6 titull individual në 10 kategori peshash, duke i dhënë titullin kampion në këtë grup mosh. Ky sukses ishte i veçantë për trajnerin e Tërbunit boks Emiliano Cecchini, por edhe për boksier Jurgen Lazari, i cili u shpallë boksier më i mirë i Shqipërisë. Sot ishte një ditë dhe një emocion shumë e veçantë, jo vetëm për organizimin e aktivitetit kombëtar të kampionatit kombëtar të boksit, por edhe fitimin e trofeut për ekipin e Tërbunit Boks. Gjithashtu ne kemi në ekip shumë kampiona dhe shumë sportista cilësor dhe premtues për kampionate ndërkombëtare. Siç ishte edhe shembulli më konkret Jurgen Lazari, i cili u shpall dhe kampion dhe boksieri më i mirë i Shqipërisë. Faktikisht ne kishim menuar që sot 2 vjet ndoshta dhe mund të organizonim një aktivitet të tillë në Puk, por shumë shpejt arritme që të organizojmë aktivitetin dhe mbi gjitha dhe fitimin e trofeut që ishte nata sot me një natë shumë e veçantë për fitimin e titullit kampion. Me thënë drejtën, jem shumë i lumtur pasi dola kampion dhe boksieri më i mirë me ekipin e Tërbunit në qytetin e Pukës, pra këtu ku është edhe ekipi i Tërbunit. Ishte një ndër kampionatet më të forta që unë kam bërë ndonjëherë dhe nga puna që kena bë, nga puna paloshme që kena bë, u shpalla kampion për herë të pestë, kampion Shqipërisë dhe boksieri më i mirë në tonë Shqipërinë. Me thënë drejtën, ishte shumë e vështirë se edhe kundërshtori ishte shumë me eksperiencë, shumë kundërshtori i fortë, por në fundit njëri do të fitojë në ring. Në këtë aktivitet, Bashkia e Pukës ndëroi me titullin certifikat mirënjohje presidentin e Federatës Shqiptare të Boksit Florent Kalivopullin, trajnerin Claudio Cecchini, si edhe boksierin e njohur Alban Beqiri.